me njëherë të përfundohen të gjitha magjistralet të cilat kanë ngecë e që kanë bet aty me pasigurit më dha edhe rrugore. Fundimin e magjistrales së 5, baza e jashtme e Prishtinës do të jetë një prej prioriteteve kryesore. Programin e LDK-s, infrastruktura e zë pjesën kryesore dhe e ka fokusin kyç. Dhe kur flasim për infrastrukturë, nuk do të flasim vetëm për rrugët e për hekurudhat, por në programin tonë infrastruktura del përtej rrugëve e hekurudhave. Do të flasim edhe për infrastrukturë energjetike, për infrastrukturë shëndetësore, arsimore edhe sportive. Por unë do të filloj me këtë pjesën e infrastrukturës rrugore aktualisht. Programin tonë e parashojmë që me njëherë të përfundohen të gjitha magjistralet të cilat kanë ngecë e janë zgjatë punimet për këto 5 vitet e fundit të qeverisjes së kalume, e që kanë bet aty me pasigurit më dha edhe rrugore, e me pasigurit më dha edhe të aspekteve tjera të sigurisë së komunikacionit. Andaj do t'i përfundojmë gjitha magjistralet, rrugën Prishtinë-Podujev, rrugën Prishtinë-Mitrovic dhe rrugën Prishtinë-Gjakov. Pastaj në programin tonë kemi përfundimin e magjistrales së 5 brenda 2 viteve të para, përfundimin e autostradës së Gjilanit, që është një prej projekteve kyçe, e tash rruga Prishtinë-Gjilan sot është një prej rrugëve më të ngarkume, më të vështira për komunikim dhe për qasje. E kemi një projekt që ne e fokusojmë edhe i japim rëndësi të madhe, që është ndërtimi i unazës së jashtme të Prishtinës. Ky do të jetë një prej projekteve kryesore të LDK-s në programin tonë, pra kemi insistuar edhe në mandatin e Prishtinës, por insistojmë me LDK-n në qeveri, unaza e jashtme e Prishtinës do të jetë një prej prioriteteve kryesore. Pastaj atë që kemi vrejtë si një mungesë e madhe e rrugëve të Kosovës është aktualisht edhe këto venddalesat e vogla e rajonale. Do t'i ndërtojmë 200 stacione të vogla ose venddalesa rajonale që japin siguri qytetarit edhe për pritje të autobusit, por edhe për venddalim në rrugët rajonale të Alban, Kosovës. koha për 2 minuta. Edhe 1 minutë. Vazhdimi i autostradës Jo, 1 Ibrahim minutë se Rugova. kena.